Të huaj kur vini na thoshin që jini në parajs. Se që kemi bëna një gjithë të madhe, po gjithë bota na vjen këtu. Gatime që bëhen në shtëpit shqiptare. Duke e folur 70% me fëmijë, kudo që të shkonin, mendonin një çik për neve. Kjo ka qenë shumë e hëdhimshme. Neve bujtinën e kemi nisur duke e shkruar në letër me fëmijët e mi, që kur ishin të vegjël. Dhe një ëndër jo e mbetur në sirtar, për e realizuar tash me fëmijët e mi. Kur që po rriteshin fëmijët që po kuptonin diçka dhe tranzicioni ishte në Shqipëri si të gjithë, që s'dinin se s'kishin drejtim, asgjë kundi. Neve duke mu mësuar me atë kohën që ishim, që jemi rritur në komunizmit, pak a shumë edhe këtë pjesën e kapitalizmit dhe mësoni vetëm në për libra. Familja ime na kishte mësuar që neve po të qe kapitalizmi duhet të punosh shumë, të mësosh shumë, të di shumë, se nuk ja del dot në kapitalizëm. Prandaj dhe neve po thuaj se ishim të mbyllur dhe pa informacion.